Tregu i naftës do të kalojë në një teprisë të konsiderueshme furnizimi në vitin 2027, pasi të rikuperohet nga mbyllja e ngushticës së Hormuzit, deklaroi Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë në raportin e saj mujor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë njoftuar një marrëveshje të përkohshme për të dhënë fund luftës me Iranin, e cila përfshin rihapjen e ngushticës nga Irani dhe heqjen e bllokadës detare nga Shtetet e Bashkuara, duke dhënë potencialisht fund ndërprerjes më të madhe të furnizimit me naftë në histori. Sipas agjencisë, lufta vlerësohet të ketë bllokuar më shumë se 14 milion fuqi në ditë të prodhimit të naftës në lindjen e mesme. Nëse marrëveshja mbahet, eksportet dhe prodhimi nga gjiri duhet të shohin një rimëkëmbje graduale, jo vetëm sepse eksportet iraniane mund të rifillojnë plotësisht sapo të hiqet bllokada amerikane, tha agjencia, e cila këshillon vendet e industrializuara. Tregu i naftës do të bjerë në një mbingarkesë të konsiderueshme të furnizimit vitin e ardhshëm, deklaroi Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë në shqyrtimin e saj të parë për vitin 2027, pasi furnizimi parashikohet të rritet me 8 milion fuqi në ditë, ndërsa kërkesa rritet me vetëm 2 milion fuqi. Megjithatë, kufizimet politike dhe operacionale, duke përfshirë çminimin e zgjatur dhe marrëveshjet e pasgjidhura të tranzitit, lënë rreziqe për perspektivën e rimëkëmbjes së lindjes së mesme. Në përgjithësi, agjencia parashikon që furnizimi me naftë të bjerë me 3.9 milion fuqi në ditë në vitin 2026, pasi humbjet e prodhimit në lindjen e mesme të i kalojnë rritjen e prodhimit në Amerikë. Eksportet e naftës bruto dhe të karburantit të rafinuar rus ishin të qëndrueshme në rreth 7.4 milion fuqi në ditë në muajin maj, pavarësisht sulmeve të vazhdueshme me drone Ukrainës e ndaj rafinerive, tha agjencia, megjithëse sulmet e detyruan Rusin të prioritizonte furnizimin me karburant në tregun vendas dhe të maksimizonte eksportet e naftës bruto.